çka është kjo, si i thon kësaj, për qëllimin e kësaj, edhe melekët ngelen. Pse fillimisht kanë menduar që ato dinë gjithçka, që Allahu ka treguar gjithçka. Dhe në ajetin më poshtë ata thonë subhanake, ti je pat me ato Allah. Me të vërtetë thanë ne dim vetëm atë që ne kemi mësuar. Edhe kur jemi këtu ke kjo përgjigje e melekëve, edhe njeriu i sotshëm nuk duhet të rritet mendja që unë kam shumë dituri, kam mësuar shumë dituri unë. Jam i ditur, kam disa fakultete. Jo, ti mos u lavdëro. Imam Aliut i ban një pyetje herë, edhe i than, kur po njitej në minber. I than, je ai që ngjitet aty në atë minber, di gjithçka. Ja, i tha. Unë disa gjona i di, disa gjona nuk i di. Por, po përgjigjem, tha me përgjigjen e melekëve të Zotit, që thanë, o Zot, ne dim vetëm aq sa na ke mësuar. Edhe me të vërtetë kështu ishte. E pan mangësinë e tyre. Megjithëse Allahu xhelexhelalu shumë gjona ju kishte treguar melekëve, pra shumë të ditur ishin, ama në fund fare thanë, o Zot, vetëm ato që na ke mësuar. Pse Allahu xhelexhelalu me pak gjë. Pra ato që i mësoi Ademit alayhis salam, ja tregoi emrat e sendeve të shumë gjonave, edhe çdo gjë që emërtohet sot, atë bazën e ka ke emërtimi i Ademit alayhis salam, siç e ka mësuar Allahu xhelexhelalu Ademit. Pse ku e dishin njerëzit, çfarë do i thon tokës? Çfarë kjo? Tokë, çfarë qielli, çfarë janë yjet, çfarë dielli, çfarë hana. Emrat e pemëve, kush i mësoi të gjitha, pavarësisht se njerëzit i shprehin ndryshe sipas gjuhëve që edhe këta Allahu xhelexhelalu i ka kriju, por ama për të mësuar, ja ka mësuar Allahu Ademit alayhis salam. Pra edhe ata e pan, se me të vërtet, Allahu xhelexhelalu është ai që ka çelësin e diturive. Edhe njerëzit sot që Allahu xhelexhelalu me të vërtet u ka dhënë shumë dije, do të shkojnë shumë larg me dituri. Por Allahu xhelexhelalu i ka vendosur një kufij kësaj diturie. Edhe shumica e njerëzve sot, edhe shkencëtarë të mëdhej, e mohojnë Zotin. Disa nuk e mohojnë, disa e mohojnë. Por shumica janë nga ata që e mohojnë. Për shkakun sepse Allahu xhelexhelalu i kalon një kornizë të madhe diturie. Kornizë të madhe. Pra din në për shumë qiella, në për shumë galaktika, shumë hyje i din ku janë, ka lëvizin, si lëvizin, edhe për këtë kanë kriju një shkencë në vetje. Edhe për këtë urrëtet mendja. Edhe shpesh herë thonë, ku jeni ju me atë librin e Zotit? A di ku jemi ne? Kemi kriju këta. Po normalisht nuk kanë kriju asnjë sen. Sepse për të kriju të drejtën e krijimit e ka vetëm Allahu xhelexhelalu. Pra njeriu nuk mund të krijojë për arsye se vetë është i krijuar. Pra çfarë do që të morë në këtë univers, edhe të thotë unë kam krijuar, jo, është e imja, thotë Zoti. Ti ke diçka jashtë kësaj? S'ka njeriu. Edhe vetë njeriu është i krijuar. A nëse do të merrte diçka për shembull jashtë këtij universi, atëherë po ka kriju, po s'ka si ta marrin, sepse pronari është Allahu xhelexhelalu. Edhe s'mund dali jashtë këtij universi, jashtë kësaj që ka kriju Zoti xhelexhelalu, nuk mund dali kurrë. Se nëse do të dilte qoftë edhe i sekond vetëm, atëherë njeriu do të quhej i pavarur. Nuk do vdiste hiç. S'do kishte nevojë për Zotin më. Mirë po, e pa mundme. Njeriu është shefat për ardhin e vet. Domethënë, duke mos qenë hiç, duke me qenë cop gjaku, thot Allahu xhelexhelalu. Cop gjaku, duke u formsu, duke u mush me eshtra, duke u mush me mish, avash, duke dalë në dynjë, avash, duke u zhvilluar truni, duke i ardhur mendja, ka pak, shikimi, dham, stomaku, koma, floku, sy, hunda, veshi, çdo gjë i vjen nga pak. E si vjen nga pak, sepse dikush i monitoro këto.
ti vetë, domethënë nuk e absolutisht asgjë gjë. Pse një njeri për shembull ta zajm mund të jetë 10 vjeç tash për shembull. Ti do më bëhet 30 vjeç, 40 vjeç, mos bëhesh. Nuk bëhesh. Pra mrena i ditët bëhesh 30 vjeç. Sepse ka fazën pikërisht atë që të ka caktuar Zoti xhelle xhelaluhu. Pra Allahu xhelle xhelaluhu nëpërmjet këtij ajeti i thret gjithë, edhe njerëzit. Ora kujdes. Ju dini aq sa ju mësuan, thot Allahu xhelle xhelaluhu. Kështu i tha dhe melekëve. Ndërsa shejtani që do të vëmë në ajetet e më poshme inshallah, në çtonat e tjera, ai doli i hapur komplet. Tha, këtë krijesë tha, mos e krahasove mua. Është shumë e dobët. Unë jam shumë më nalt se sa ky, edhe për dituri, edhe për gjithçka. Megjithatë, do të shohim inshallah që në çtonat e ardhshme që shejtani i mallkuar pra u dëbu nga mëshira e Zotit xhelle xhelaluhu për shkak të menjëmasisë. Allahu gjithnjë na thret, edhe na tregon. Shifni o njerëz thot, unë ja tregova Ademit alayhis salam, e i pyeta me lajket, a dini gjë për këtë? S'dim ja Allah. Pra se dishin për shembull çai thon detit. Çon është toka, çon është dielli. Allahu xhelle xhelaluhu ja mësoi Ademit, edhe i pyeti, edhe masani i mësuan edhe ato. Edhe ata thon, Allah ne dim vetëm atë që ne kemi mësuar ti. Po ne çfarë themi sot? O Allah, vetëm atë që ne kemi mësuar ti dim. Pra nuk i ngrifemi me njëri tjetrit, nuk i acarohemi me njëri tjetrit, nuk i shesim me njëri tjetrit. Pse? Normalisht jemi të gjithë baltë e Zotit, e përdorin një shprehje. Krijesë e Zotit që kemi një të parë pra paraardhësër Ademin alayhis salam bashku me Havën. Allahu na falë dhe na mëshiroft gjithë. Zoti ju bekoft, Zoti ju mëshiroft inshallah.